Kur pacienti diagnostikohet me prediabet, pra sheqeri ka filluar të rritet në gjak, por ende nuk ka arritur ato vlerat limit që ne mund ta quajmë si diabetik i tipit të dytë, gjëja e parë është që duhet të konsultohet me mjekun endokrinolog, sepse situata duhet parë në tërësi, pra duhet bërë një vlerësim e pacientit jo vetëm për pjesën e sheqerit që është të lartë, por duhet bërë një vlerësim i peshës, i lipidogramës, pra nivelit të yndyrnave në gjak, duhet parë pak më gjerë nëse pacienti ka sëmundje shoqëruese të tjera, tension, sëmundje kardiovaskulare, nëse ka në familje njerëz që kanë diabet, sepse janë dhe faktorë të tjerë që do të parashikojnë nëse ky pacient do qëndrojë në këtë stad apo do avancojë drejt diabetit të tipit të dytë, sepse është një moment, një dritare shumë e rëndësishme kur ne mund të ndërhyjmë me modifikimin e stilit të jetesës